Nëse qeverisja 12 vjeçare e Edi Ramës është e korruptuar, një nga përfituesit më të mëdhenj të kësaj qeverie është Tom Doshi. Mbi 2700 tender në shëndetësi përmes Aqif Hoxhës, monopolin e prodhimit të barnave, ujë dhe gëlqere, leje për kulla dhe resorte nga Tirana në Bregdet, ndërmjetës për leje ndërtimi për të tjerët në AZT, evazion fiskal, pastrim masiv parash, diktim drejtorësh lokal dhe qendror, kontrolli basteve sportive të paligjshme, kontraband, lidhje me grupet kryesore kriminale, Durim Bamin, Vis Martinaj, Bajrajt, Pollum Gjokën e të tjerë, ndikimet paligjshme, pastrim parash në ndërtim, blerje votash me parat pista, shantazhe, kërcënime publike dhe të fsheta, duke mos kursyer as kryeministrin Edi Rama, ministra, drejtues policie, prokuror dhe gjyqtar. Për secilën nga këto veprimtari dhe përfitime, ka fakte dhe prova, ka dëshmitar, ka dosje dhe ka evidenca konkrete. Jo rastësisht është non grata në SBA dhe Australi. Jo rastësisht emri i Tom Doshit rezulton në të paktën 30 dosje të SPAK-ut për grupet kriminale, korrupsion dhe pastrim parash. SPAK, shërbimet informative dhe ambasadat e vendeve perëndimore në Tiranë janë në dieni deri në detaje të veprimtarisë së zezë të Tom Doshit, me parat e tenderve, monopolit të barnave, lojrave të fatit dhe kontrabandës. Tom Doshi ka zgjeruar ndikimin e tij elektoral, duke marrë disa mandate me të cilët më pas i imponohet Edi Ramës për të zgjeruar përfitimet e paligjshme nga parat dhe pasuritë publike. Siç raporton Prapa Skena, arsyeja sepse Rama nuk e ka goditur ende Tom Doshin përmes SPAK-ut ka të bëjë me llogaritë elektorale, pasi votat që mbledh Doshi sidomos në Shkodër. Nëse do të goditej këto vota nuk do t'i merrte dot PS-ja, por PD-ja. Her pas here Doshi i bën presion Edi Ramës, por gjithnjë me kujdes, pa e kaluar vijën e kuqe. Gjatë kësaj fushate Tom Doshi i ka fokusuar sulmet ndaj kryebashkiakut të Shkodrës Benet Beci. Arsyeja është e thjeshtë, Benet Beci nuk i nënshtrohet shantazhit të Tomës, kërkesave dhe interesave të tij, nuk ulet me të në pazare. Madje i ka shkarkuar edhe disa drejtor lokal në Shkodër. Kjo është arsyeja e sulmit. Askujt nuk i digjet barku për PS-n dhe socialistët, por vetëm kur i preken xhepat e thellë personal. Ditën e sotme Tom Doshi u ka bërë thirrje socialistëve që të votojnë atë dhe jo Benet Becin, i cili sipas tij do të shkojë në burg pas 11 majit. Benet Beci mund të jetë hajdut, por Beci është kryetar bashkie dhe nuk votohet në këto zgjedhje. Benet Beci mund të jetë i PD-s, por atë e ka vendosur Edi Rama dhe ka besimin e Ramës. Ndaj do ishte më mirë dhe ndoshta më efikase që Toma ta bënte luftën me Ramën dhe jo në mënyrë të tërthort me të besuarin e tij Benet Becin. Benet Beci mund të shkojë në burg pas 11 majit për korrupsion, por gjasat janë që para Benetit në burg të përfundoi Tom Doshi, para të cilit bëmat e Benetit janë të papërfillshme.